si unë si bjeher e sajna, jam shumë e lumtur që ajo është aq e zonja edhe është të e bërë një punë shumë të madhe edhe shpresoj që të ketë shumë suksese. Besoj që ka me pas sukses. Jam shumë e lumtur me punën e saj. Erzina na tregoi që keni shumë vërtet si familje. A keni mbajt fëmijë gjatë kësaj kohe Erzinës a jo? Jo, fëmijët nuk ka mujtë shumë ja mbajt, po e përkrahje dhe ka pasur çdo aspekt, morale dhe atë sa ka mujtë edhe fëmijët ja ka mujtë. Erzina tregon shumë shpesh se vjen të ju çdo dile, gjatë kësaj kohe projekta ka ardhur çdo dile a jo? Jo, pak ma rrallë se ka pas punë, mirë po përgjithësi vjen çdo vikend te na, edhe na kënaqet, edhe me fëmijët edhe me Erzinën. Okej, a mundesh edhe një mesazh të fundit për Erzinën edhe për këtë super sukses që tu e patë? Dy fjalë të fundit për Erzinën edhe për këtë super projekt që e Unë ka. Erzinës i dëshiroj shumë suksese, s'pari i dëshiroj shëndet, edhe shumë suksese e ky brand me qenë i njoftun edhe ndërkombëtarisht, jo vetëm te na në Kosovë.